dhe na do të kishim udhëzuar ata në një rrugë të drejtë. Do të ketë rrugë të drejtë, që ketë qëndrim në rrugën e Allahut, që ketë stabilitet në fenë Allahut azza xal, Allahu ty po ta premton. Edhe më herët në fillim të ajetit që Allah do thonë është më e fuqishme për me të bëhet të qëndrueshëm në këtë fe, po edhe më vonë wala hadainahum siratan mustaqima. Ama çka ishte, do thonë fillimi, zanafilla, çka ishte zanafilla? Zanafilla ishte walau annahum fa'alu, sikur ata të vepronin, sikur ata ta zbatonin. Edhe këtu vëllezër, çdo vepër, qoftë leximi i Kuranit, qoftë namaznate, qoftë namazi, shtylla e fesë, qoftë zeqati, sadakaja, haxhi, umreja, krejt edhe qindra libra me lexu. Ti nuk ja shef hajrin. Ja shef hajrin atëherë kur e praktikon, kur e qen praktik. Kur ndëgjon çfarë shpërblimi paska namazit natës, edhe çohesh me fal namazat, edhe qoftë se një recat vitër. Kur ndëgjon çfarë shpërblimi paska namazit duhajës, edhe e fal namazet duhajës, namazin e paraditës, qoftë vetëm 2 recate. E lexon se paska shpërblim sa sadaka për çdo nyje të trupit. E lexon, e kupton, amon praktik nëse e qet. Çfarë ja shef hajrin, çfarë përfiton. Edhe që kjo tani të bën më të fuqishëm në rrugën e Allahut azza xal. Allahu ty të bekëton me çat qëndrueshmëri, me çat stabilitet në fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë këshill vëllezër, e pa ta thonë edhe një herë, pa ta shujt një herë, shumë është më rëndësi kjo vëllezër. Çdo kush i cili e praktikon fenë Allahut azza xal, duhet me marr serioz këtë këshill, që nëse ke shkaftësi me të cilën ke mundësi me ndihmu davetit, me shfrytzu që ato shpërblimin e ki tek Allahu azza xal. Shpërblimin e ki me të vërtetë tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk e ke një shkaftësi të caktuar e që kishe pas dëshirë, pse mos më mësu? Veprimi i veprave të mira, zbatimi i veprave të mira, është ajo që na forcon neve në fenë Allahut azza xal. Është prej mjeteve më të rëndësishëm që na forcojnë në fenë Allahut azza xal. Është faktor elementar. Allahu subhanahu wa taala vëllezër në Kur'an ku thot yuthabbitullahu alladhina amanu. Edhe kur thoi Allahu yuthabbitullah, kur Allahu i bën stabil. Që tu duhet shumë me qëndru pak, edhe me reflektu, edhe me ngu se çka po thot Allahu. Kush janë ata? Ti nuk mjafton vetëm se me lexu rreth veprave të mira, apo me lexu rreth fesë, apo me dëgju rreth fesë, por se ajo që ti e zbaton, që ajo të bën dobi, për që asaj përfiton, që asaj ja shef hajrin. Mira ligjerata që i ndëgjon rreth namazit për shembull, nuk të bojnë dobi as pak nëse nuk e qet praktik. Nëse nuk e qet praktik, nëse nuk e zbaton. Mira mo ajo që është, do thonë, një tregti më e mençur, që tregon vigjilencë, është kur ti e bën një vepër të mirë, ama që të sjell vazhdimisht vepra të mira pastaj. Innahum ar-rahtu la rayba fihim ala nujubil firdausi bin nur tasrahu. Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë të vetëm e falenderojmë, vetëm prej tij falje ndihmë, udhëzim kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që devion, ndërsa atë të cilin e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot i cili e meriton adhurimin përveç Allahut te baraka wa taala, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokut e tij fisnik. Vëllezër të nderuar, jemi duke qëndruar në hijen e temës që kemi filluar më herët rreth stabilitetit në fenë Allahut azza wa jall, ku jemi duke trajtu faktorët e rëndësishëm të cilët na ndihmojnë për të qenë stabil në fenë Allahut azza wa jall. Mjete të qëndrueshmërisë, të cilët me të vërtet për muslimanët sidomos në këtë kohë janë shumë të nevojshme, janë të domosdoshme që të mësojmë, që të informohemi sa më shumë rreth kësaj temës. Pse? Sepse më herët vëllezër ka qenë më lehtë praktikimi i fesë. Kanë pas ndihmëtar, kanë pas shok më shumë, kanë pas njerëz të cilët e kanë ndjek këtë rrugë më shumë. Madje kanë pas edhe përkras prej shtetit, po folmi në kohën e civilizimit islam. Ndërsa tash vëllezër, ata të cilët e ndjekin rrugën e Allahut azza wa jall, ata të cilët kanë vendosur me thonë se Zoti im është Allahu dhe i përmbahen asaj fjalës me të vërtet, sepse kur thu Zoti im është Allahu, ti kjo përmban faktikisht, kjo ngërthen se ti e pranon atë si Zot dhe e pranon atë që e meriton adhurimin, që i takon adhurimit, ai i cili ka të drejtë me të urdhëru dhe me të ndalu, edhe ti çka me ndëgju. Aty ku është urdhri i Allahut, aty me të gjet ty. Aty ku është ndalesa e Allahut, aty mos me të gjet ty.
Domthon kjo fjalë, Zoti jem është Allah, ka kuptim vëllezër, ka përmbajtje. Ama më përmbajtje në këtë kohë të sotit, sidomos ku joshit janë të lloj-llojshme, fitnet të ndryshme. Këtu me të vërtet e shohim në praktik shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku na ka treguar se ata të cilët do të ai që i mbat fesë, domthon në këtë kohë, është sikur se me mbajt prosh në dorë apo gacë në dorë. Edhe me të vërtet, ata që janë praktikues të fesë Allah azza wa jall janë të huaj vëllezër, janë të pakt dhe shifën si të huaj. Edhe këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, na ka paralajmëruar në hadith, ka thonë bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Ka thonë ka fillu Islami si i huaj dhe do të kthehet si i huaj. Dhe përgëzim tuba për ata që janë të huaj. Fitnet vëllezër janë shumë të shumta. Praktikimi i fesë Allahut azza wa jall vështirësohet. Ata që praktikojnë fen luftohen, armiqsohen. Edhe në këtë kohë vëllezër, është për neve shumë e rëndësishme për muslimanët, ata që janë të urtë, që Allahu azza wa jall i ka dhënë urtësi, që i ka dhënë mendje, që të shohim se cilët janë çato faktor, çato mjete që na ndihmojnë. Për shka, sepse vëllezër, siç kemi thonë, udhëzimi është në zemër, edhe zemra ndryshon, zemra rrotullon. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka than hadith, inma summiya al-qalbu min taqallubihi. Ta zemër është quajt kështu, do të fjala zemër al-qalb arabisht është quajt kështu për shkak se ndryshon, për shkak ndryshueshmërisë së saj. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka sjell pastaj një shembull. Ka thonë edhe shembulli i saj është sikurse ka thonë një pend që është e varur në rrënjë të një pemës. Edhe kur vjen fryma, era, çka ndodh me to? Penda s'u reziston ndaj erës, ndaj frymës. Çka ndodh? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ajo kthehet, domethënë, rrotullohet, kthehet, ndryshon prej një anë në anën tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme me pas këtë vetdije se zemra jote ka mundësi me ndryshu, ka mundësi me rrotullu. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lutte Allahun azza wa jall shumë, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, o ti që rrotullon zemrat, forcoma, bën më stabil zemrën, në fen tënde. Edhe sa bukur e kishte thënë këtë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kishte përpiluar në mënyrë poetike një poet, o ma sumiyal insanu illa li nisyanihi, dhe njeriu nuk u quajt ashtu përveç se ai harron, për shkak se harresës së tij. Në arabisht insan thot prej harresës nisyan. Wa ma sumiya al-qalbu illa li'annahu yataqallab. Dhe zemra nuk u quajt përveç se nga se ajo rrotullohet apo ndryshon. Një prej faktorëve tjetër vëllezër, e kemi përmend faktorin e leximit, studimit dhe reflektimit të fjalës së Allahut azza wa jall, që është bazik për forcim në fenë Allahut azza wa jall, që na bëjë Allahu subhanahu wa taala stabil në këtë fe. Një prej mjeteve që e kanë përmend poshtë dietarët që kanë nxjerr nga fjala e Allahut azza wa jall, është mua ajo që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në suratul Asr, që Imam Shafiu ka thonë për këtë surë vëllezër, sikur të kishte zbrit vetëm kjo surë njerëzimit të kishte mjaftuar. Innal insana lafi khusr, me të vërtetë njeriu është në humbje, përveç se shiko, çysh hyn në kategorinë e përjashtimit, që janë të përjashtuar nga humbja, domthonë janë të në rrugën e Allahut azza wa jall, janë të udhëzuar, domthonë nuk janë të humbur. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, përveç ata që kanë besu dhe veprojnë vepra të mira. Tu vëllezër duhet pak më ndal. Veprimi i veprave të mira, zbatimi i veprave të mira, është ajo që na forcon neve në fenë Allahut azza wa jall. Është prej mjeteve më të rëndësishëm që na forcojnë në fenë Allahut azza wa jall. Është faktor elementar. Allahu subhanahu wa taala vëllezër në Kur'an ku thot yuthabbitu Allahu alladhina amanu, edhe kur thoi Allahu yuthabbitu Allah, shiko, kur Allahu i bën stabil, që do duhet shumë me qëndru pak edhe me reflektu edhe me ngu se çka po thot Allahu, kush janë ata? Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, në këtë dunja, do të thonë me fjalën e qëndrueshme në këtë dunja dhe në ahiret. Allahu, shiko, Allahu i bën stabil ata të cilët besojnë me fjalën e qëndrueshme në këtë dunja dhe në ahiret. Në këtë dunja ata e ka thonë është me qëllim, do thonë me hajër dhe me vepra të mira. Do thonë Allahu na forcon me vepra të mira, na bën të qëndrueshëm me vepra të mira. E në ahiret ka thonë kjo është në varr, kur të hyjmë në varr, kur të japim shpirtin. Desa me një tjetër ajet vëllezër, dëgjoni, Allahu subhanahu wa taala shumë specifik e ka përmend që këtë fenomen që po e trajtojmë, që këtë zbatim, sepse nuk mjafton vetëm se me
lexu rreth veprave të mira, apo me lexu rreth fesë, apo me ndëgju rreth fesë, por se ajo që ti e zbaton, që ajo të bën dobi, për që asaj përfiton, që asaj ja shef hajrin. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Walau annahum fa'alu", shiko, dëgjoj mirë tash. "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, lakana khayran lahum wa ashadda tathbita." Thot sigur ata ta kishin zbatu, do thonë ta kishin qitë praktik, qatë me të cilën po këshilloheshin, ajo do ishte më e mirë për ata. Do të arrini një mirësi të madhe, edhe do ishte më e fuqishëm për të qenë të qëndrueshëm në çka, në fenë e Allahut azza wa jall. Ashad tathbita wala ataynahum min ladunna ajran azima, dhe na do të kishim dhuruar atyre një shpërblim gjigant, thot Allah subhanahu wa taala. Wala hadaynahum siratan mustaqima, dhe na do të kishim udhëzuar ata në një rrugë të drejtë. Do të ketë rrugë të drejtë, që ketë qëndrim në rrugën e Allahut, që ketë stabilitet në fenë e Allahut azza wa jall. Allahu ty po ta premton. Edhe më herë në fillim të ajetit, që Allah do thosh më e fuqishme për me të bëhet qëndrueshëm në këtë fe, po edhe më vonë wala hadaynahum siratan mustaqima. Ama çka ishte, do thon fillimi, zanafilla, çka ishte zanafilla? Zanafilla ishte walau annahum fa'alu, sikur ata të vepronin, sikur ata ta zbatonin atë me të cilën këshilloheshin. Prandaj mira ligjërata që i dëgjon rreth namazit për shembull, nuk të bojnë dobi as pak nëse nuk e qet praktik. Nëse nuk e qet praktik, nëse nuk e zbaton, apo po marr parasysh se çfarë vepra të mira, çfarë vepra të tjera, apo mëkate, rrezikut e mëkate, që ajo vepër që ti e zbaton, që ajo ty të bën dobi, që asaj përgjithësi përfiton. Prandaj është interesant vëllezër, subhanallahu, pastaj pas këtyre ajeteve, do thonë Allahu azza wa jall e na tregon orientimin se ka duhet çdo vepër të mirë, thot o me yuti illaha war rasul, e ai cili e ndëgjon Allahun dhe të dërguarin e tij. Këta janë me ata të cilët i ka bekatuar Allah me të mirë, prej dëshmorëve, minan nabiyyin o siddiqin, dhe ata të sinqertit, wa shuhada dhe dëshmorët, wa salihin dhe të mirët, wa hasuna ulaika rafiqa, e sa shoqëri e mirë që është kjo. Pastaj e përmbyll me do të thonë çto ajete me çka, dhalika al-fadlu min Allah. Çta kemi pa parasysh subhanallah, se kjo mirësi, kjo begati është çka prej Allahut, min Allah. Wa kafa billahi alima, dhe mjafton Allahu se ai di çdo gjë. Dhe edhe çuki praktikim vëllezër është prap prej Allah subhanahu wa taala. Amo na këshillohet me çka, do thonë me u mundu. Sepse ai i cili mundohet, Allahu azza wa jalla ja uzon në rrugë të drejtë. Ai cili mundohet, më thoshë mundi që e jep ti, që ai kërkohet prej teje. Edhe këtu vëllezër çdo vepër, qoftë leximi i Kuranit, qoftë namaz nate, qoftë namazi, shtylla e fesë, qoftë zeqati, sadakaja, haxhi, umreja, krejt edhe qindra libra me lexu. Ti nuk ja shef hajrin. Ja shef hajrin atëherë kur e praktikon, kur e qen praktik. Kur ndëgjon çfarë shpërblimi paska namazit natës, edhe çohesh me fal namaz natë, edhe qoftë se një recat vitër, kur ndëgjon çfarë shpërblimi paska namazit duhajës, që edhe e fal namazin e paraditës, qoftë vetëm 2 recate. E lexon se paska shpërblim sa sadaka për çdo nyje të trupit. E lexon, e kupton, amon praktik nëse e qet. Çfarë ja shef hajrin, çfarë përfiton. Edhe që kjo tani të bën më të fuqishëm në rrugën e Allahut azza wa jall. Allahu ty të beqaton me çat qëndrueshmëri, me çat stabilitet në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe këtu vëllezër, duke u kthy prapë te ajeti që e përmendëm në fillim, në suratul Asr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati, do të thonë përveç ata që besojnë, do këta nuk janë të humbur, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, wa tawasaw bil haqqi, dhe ata që këshillohen me të vërtetën. E vërteta më e madhe cila është feja e Allahut azza wa jall, edhe pastaj me sabër. E këtu, kjo lidhet prapë si faktor që lidhet me këtë që përmendëm, është të preokupuarit me diçka që i ndihmon feja e Allahut subhanahu wa taala. Don, çato vepra të mira që nuk i bën vetëm se që ti do të thotë që kthehen në dobin tonë individuale, por se me pa edhe që i bën dobi edhe kolektivit. Edhe pastaj që mbet çajo, sepse veprat e tua që i bën çtash, ato kalojnë. E ke marrë shpërblimin, edhe inshallah e merr shpërblimin. Mira mo, ajo që është, do thonë, një tregti më e mençur, që tregon vigjilencë, është kur ti e bën një vepër të mirë, ama që të sjell vazhdimisht vepra të mira pastaj. Për shembull, e qel ndonjë bunar, apo e qel ndonjë xhami, apo e qel ndonjë institut hifzit, apo je sebeb me i aktivizu të tjerët për me ndihmu jetimove, që pastaj edhe pas teje shpërblimi ec, apo angazhon veten në një projekt davetit,
në një projekt të davetit. Do thonë çato shkallësi që i ki munduhesh me çka me angazhu veten me çka për vjen Allahu Azza wa Jall. Dhe nëse nuk e merr tash, nuk e shef shpërblimin çtash. Shpërblimin tek Allahu e ki, ajo është shpërblim i vërtet, sepse wal akhiratu khairun wa abqa, sepse ahireti është më i mirë dhe është më i qëndrueshëm. Dhe këtë këshill vëllezër, e pa ta thonë edhe një herë, pa ta shujt një herë, shumë është me rëndësi kjo vëllezër. Çdo kush i cili e praktikon fenë Allahu Azza wa Jall, duhet me marr serioz këtë këshill, që nëse ke shkaftësi me të cilën ke mundësi me ndihmu davetit, me shfrytzu që ato shpërblimin e ki tek Allahu Azza wa Jall, shpërblimin e ki me të vërtetë tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk e ke një shkaftësi të caktuar e që kishe pas dëshirë, pse mos me mësu? Dikush i din 2, 3, 4 gjujtin, pse mos me shfrytzu çat shkaftësi që e ka, çat aftësi që e ka për me ndihmu fesë Allahu Azza wa Jall. Edhe këtu vëllezër nuk i ndihmon fesë Allahut faktikisht, po i ndihmon vetes tonë. Sepse feja Allahu Azza wa Jall ajo ec, ajo është triumfuese gjithmonë. Edhe ti nëse nuk kontribon, vjen dikush tjetër kontribon. Ti do të thonë çka, zaventsohesh. Dikush që ka shkallësi në IT tash për shembull, në këtë kohë që është shumë e kërkuar. Pse mos me marr çat njohuri që ka, çat dije që e ka. Edhe me shkrujt hoxhallarëve, me shkrujt dietarëve, hoxhallarëve, që ka mundësi me ndihmu, e kam këtë shkallësi, e kam këtë aftësi, e kam këtë dije, që shmuj me kontribu për davetin, për fenë Allahu Azza wa Jall. Që shuj me ndihmu ty që me çu davetin të para, me realizu në një projekt të dobishëm. Dikush tjetër vëllezër, tash që po jetojmë në kohën e social media, ka aftësi në këtë fush, e njeh mirë, edhe këtu ke mundësi shumë me ndihmu davetit, me ndihmu fesë Allahu Azza wa Jall, me ndihmu me përhap fjalën e Allahut, sa më shumë, edhe në këtë aspekt ku shumë njerëz e shohin. Kontribut i yti, mundi ndoshta pak jep, ama rezultati veç Allahu e din. Ndoshta çajo përhapje që e ke bërë ti nëpër social media, dikush është udhëzu. Ai çaj që udhëzu gjithmonë që ka vepruar vepra të mira, por dhe familja e tij pastaj që është udhëzu. Kreta shpërblimet vëllezër aty vëllezër ju vinë edhe juve. Apo dikush që din me bo aplikacione, me ndihmu ndonjë hoxha apo ndonjë dietari me bo një aplikacion për me fal namazin, nuk të mungon ty shpërblimi, nuk të paksohet shpërblimi. Çdo kush që do ta mësojë namazin pastaj, ty të shkon shpërblimi, edhe ty gjen shpërblimi. Çdo herë që falet ai, apo ndonjë aplikacion për me lexu fjalën e Allahut Azza wa Jall. Çdo herë që mëson ai, edhe ty gjen shpërblimi. Edhe këtë kontroll bën mes teje mes Allahut Azza wa Jall. S'ka nevojë askush me ditë. S'duhet me ditë askush. Edhe nëse nuk i shef tash rezultatet, i shef atëherë kur delsh për Allah edhe kur e ki më shumë ti nevojë, kur të duhet më shumë ti. Çdo shkallësi. Nëse për shembull, për një tjetër shembull, e din se gjuhën angleze e flasin një prej se 5 miliard njerëz në planet e flasin gjuhën angleze. Nuk e din gjuhën angleze, ama çka bën? Këto e bojnë edhe jo muslimanët në fe të për fe tjera. E mësojnë një gjuhë vetë për me i thirr njerëz në çat fe. Fe që është e devijuar, që nuk është feja e Allahut Azza wa Jall. Me mësu gjuhën angleze, ta ka dhënë Allahu mendjen, ta ka dhënë mundësinë me kuptu këtë mjet kaq të vlefshëm. Çka më bë? Pe mësoj gjuhën angleze, po shkoj mësoj 3 muaj, 5 muaj, 6 muaj. Pe mësoj gjuhën angleze, çka më bë? Pe përkthej një libër për namazin, pe përkthej një libër për vlerën e leximit të Kuranit, pe përkthej një libër për të vërtetën, për rrugën e Allahut, diçka që lidhet me udhëzimin e njerëzve. Edhe paramendoni vëllezër, me udhëzu dikush përmes çatij libri. Çfarë shpërblimi ki e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka tha, ma e vlefshme se sa devët e kuqe. Nëse Allahu e udhëzon dikë, li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, tha sikur të udhëzojë Allahu përmes teje një person të vetëm, është më mirë për ty se sa devët e kuqe. Devët e kuqe janë devët më të shtrenjta. Është shpërblimi vetëm kur dish para Allahut subhanahu wa taala, e shef se vape, se të mirat vinë, se kodra të mirave vinë në peshorën tënde, e ti nuk e din hiç. Do të thonë rezultatin nuk e ke pa, ama atëherë ke me pa. Kjo është e sigurt. Edhe që ki angazhim vëllezër me vepra të mira, ki të forcon në fenë Allahut Azza wa Jall. Prandaj është substancial për neve. Sepse kjo është, do të thonë, na përfitojmë vetëm në çudru stabil në fenë Allahut Azza wa Jall, e kapitali më i madh që është më i shtrenjtë, më i çmueshmi, është me vdek në këtë rrugë të Allahut Azza wa Jall. Sepse innamal a'malu bil khawatim, veprat janë sipas përfundimit. Veprat janë sipas përfundimit. Ama këtu në çdo on përfiton.
e shembuj në këtë drejtim dhe çish me ndihmu davete, çish me kontribu për fenë Allah Azza wa Jall, që është faktikim kontribut në vetveten tonë edhe në ahiretin tënd, sepse Allahu nuk ka nevojë, feja Allah nuk ka nevojë për ndihmën tonë, ama na kemi nevojë. Nëse na nuk e bëjmë, Allahu na zaventson. Edhe çato me i shfrytzu edhe me i shtin funksion për shka për të mirë, e kështu forcohet pastaj të bësh stabil në fenë Allah Azza wa Jall.